Institucionet e pavarura i kanë marrë pushimet që tani të paktën në parim. E themi këtë pasi ato nuk do të paraqiten në kuvend për të raportuar për veprimtarinë e tyre për vitin 2024. Në fakt, kjo llogaridhënie duhet ishte bërë me kohë, por deputetët ishin të zënë me fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 maj. Mazhoranca socialiste ka ndryshuar planin e punës së kuvendit dhe ka shtyrë raportimin e institucioneve të pavarura për në muajin shtator, kur nis edhe legjislatura e re e kuvendit. Kështu, për rrjedhoj pak nuk do të raportoj në Komisionin e Ligjeve më 24 qershor siç ishte parashikuar më herët në kalendar. Altin Dumani, si edhe drejtuesit e tjerë të institucioneve të pavarura, do të thirret në muajin shtator. Nëse do të raportonte tani sikurse ishte parashikuar në Komisionin e Ligjeve, do të ishte përballë kryetares Klotilda Bushi, që është nën hetim nga prokuroria e posaçme, përballë Plaren Ndrecës, Damian Gjiknurit, Olta Xhaçkës e deri tek Fatmir Mediu, Aslan Duxhani e Monika Kryemadhi. Ndërkohë, kalendari i punimeve të kuvendit parashikon edhe dy seanca të tjera plenare më 26 qershor dhe më 3 korrik. Pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, komisionet parlamentare dhe seanca plenare kanë nisur, kanë pasur vështirësi për të zhvilluar mbledhje për shkak të mungesës së deputetëve. Pasi ata që e kanë neglizhuar më shumë këtë punë janë ata që nuk kanë marrë një tjetër mandat për legjislaturën e re të kuvendit. 82 deputet aktual nuk do të rikthehen më në shtator, përkatësisht 45 nga PS, 34 nga PD dhe 3 nga PSD.